Ne e kundërshtojmë djegën e gomave në Han të Elezit. Kjo nuk pranohet. Dhjetrat qytetarë të Hanit të Elezit kanë protestuar para fabrikës Shartsem në shenjë proteste kundër planit për përdorimin e gomave të përdorura si lëndë djegëse në procesin e prodhimit të qimentos. Para fabrikës protestuesit dëgjën goma në një veprim simbolik kundër përdorimit dhe djegjes së tyre në procesin e prodhimit të qimentos. Qytetarët kërkuan nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që debati publik për këtë çështje të përsëritet, duke kundërshtuar gjithashtu dhënien e lejes për fabrikën për përdorimin e gomave të përdorura si lëndë djegëse. Ne nuk dolëm në rrugë pa i provuar institucione. Trokitëm në dyert e tyre. Kërkuam debat publik, kërkuam transparencë, kërkuam përgjigje, kërkuam ekspertizë dhe në njëjtën kohë kërkuam garanci. Por sot jemi këtu sepse qytetarët nuk mund të injorohet kur bëhet fjalë për shëndetin e tyre. Ne e kundërshtojmë djegën e gomave në Han të Elezit dhe e kundërshtojmë jo sepse jemi kundër zhvillimit. E kundërshtojmë sepse nuk pranojmë që shëndeti i njerëzve të vihet në rrezik pa transparencë, pa garanci dhe pa përgjigje të plota. Po flasim për një fëmijë që merr frymë, për një nënë që pret fëmijën e saj, për një të moshuar që lufton çdo ditë për të marrë frymë, për një familje që dëshiron vetëm të jetojë i qetë në vendin e vet. Sot dua t'ju them edhe institucioneve, veçanërisht atyre të nivelit qendror. Mos prisni që qytetarët do të lodhen. Mos mendoni se kjo është vetëm një protestë. Kjo është thirrje e parë e një qyteti që nuk pranon të heqë. Nëse kërkesat tona nuk merren seriozisht, nëse debati publik nuk përsëritet dhe nëse nuk merren masa konkrete për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit, do të rikthehemi përsëri. Kjo nuk pranohet. Pa janë qitë të tonë, janë prej kryetarit, prej ketëve janë. Ka ardhë, s'ku mësë me pas zëtë shpije, ki vend, ki Han të Elezit. Dhe më thonë për një vendim që është morë nga Ministria e Ambientit, që fabrika Shartsem ka bërë një kërkesë për si lëndë djegëse me përdor gomat e vjetra. Gjë që është shumë e dëmshme për qytetarët. Njështu është, dhe më thonë, si e kena morë përgjigje nga Instituti i Shëndetësisë, kjo asesi nuk duhet lejohet, për shkak se këtu është vend që nuk mund banohet. Bashkë mund këto dënë me përdor si lëndë djegëse, gomat e cilit i kanë pa pare. Tash e kanë përdor një lëndë djegëse i kushton shtrenjtë, edhe plus sipas dhënave 100 milion i kanë mbrojtur të tjerat. Tash dojnë alo me kursi në kundër shtetit tonë. Edhe kërkoj nga Fitoria Paculli që mos ta bëj këtë lëshim, na kena shpresat e ato. Shpresja e fundit që mundet me ndalu është, si që kena marrë vesh, është ajo. Nuk lejohet kësaj në heshtje leja për djegjen e gomave si lëndë djegëse. Këto do të procedoj edhe si deputete për me kërku ankesë, për me dërgu ankesë në ministri, mi kërku edhe kërkesat që ju kanë bo, vlerësimin e ndikimit mjedis në elaboratin, po gjithashtu do të dërgoj ankesë në Komunitetin e Energjisë në Vjenë. Që kena po me veç institucionet e Kosovës nuk zgjidhen ca gjëra, sidomos kur janë të komprometuara, si që po vjen leja për Shartsemin. Nga Ministria e Mjedisit kanë thënë se janë në dieni për shqetësimet e banorëve dhe se çështja po trajtohet në kuadër të përgjegjësive institucionale. Po, jemi në dieni për shqetësimet e banorëve lidhur me këtë çështje dhe po e trajtojmë atë në kuadër të përgjegjësive tona institucionale. Shartsem nuk posedon leje të vlefshme mjedisore për përdorimin e gomave të përdorura si lëndë djegëse. Për këtë arsye, çdo aktivitet i tillë duhet të jetë në përputhje me legjislacionin mjedisor dhe me lejet përkatëse të institucioneve kompetente. Kallzo.com ka kërkuar sqarime lidhur me këtë çështje edhe nga fabrika Shartsem, por deri në publikimin e kësaj historie nuk ka pranuar përgjigje.